Policia e Tiranës ka finalizuar një operacion hetimor që çoi në arrestimin e një 21 vjeçar i dyshuar për një sër vjedhjesh në kryeqytet dhe për nxjerrjen e një të mituri në veprimtari kriminale. Sipas autoriteteve, i riu banues në Tiranë dyshohet të ketë kryer disa ndërhyrje të palishme, përfshirë dhe një ngjarje të datës 20 nëntor, ku ka thyer dyert e një marketi dhe ka marrë produkte të ndryshme. Pamjet dhe provat e grumbulluara gjatë hetimeve i çuan hetuesi drejt evidentimit të rolit të tij si organizator dhe autor i disa vjedhjeve të një pasnjëshme. Gjatë kontrollit hetuesit zbuluan si arrestuari kishte përfshirë edhe një 13 vjeçar në disa prej veprimeve kriminale. Të dy, me 6 dhjetor 2025, kishin kryer vjedhje në një market dhe në një lokal të Tiranës duke marrë para dhe artikuj të ndryshëm. Përdorimi i një të mituri në kryerjen e veprave penale ka shtuar akuzat ndaj 21 vjeçarit, i cili dyshohet të ketë shfrytzuar në moshë të vogël të miturin për të shmangur përgjegjësi direkte. Hetimet e zgjeruara zbulojnë gjithashtu si i riu posedonte dhe shiste sende të kundralishme si uniforma policie, radiokomunikimi, pranga dhe municion luftarak. Policia po verifikon burimin e këtyre artikujve, pasi dyshohet se ata mund të jenë përfituar përmes kanaleve të tjera kriminale. Gjatë operacionit u sekuestruan të gjitha sendet e dyshuara të vjedhura, bashkë me një shumë parash që mendohet se është përfituar nga aktivitetet palishme.